jetë i qartë, profesor, në këtë diskurs. Dhe unë kam kënaqësinë të nderuar shikues, ju paraqes të ftuarin e tretë, i cili është nga Lugina e Preshevës, kolegu dhe aktivisti i njohur i të drejtave të njeriut, Valon Arifi. I dashur Valon, falenderoj që na u bashkove. Faleminderit dhe për ftesën. Valon, këtë që diskutuam në studio, aktin e autorizimit të mbrojtjes kombëtare të vitit 2026, pyetja është e drejt për drejt, në qarqet politike dhe mediatike të Serbisë. A është diskutuar fakti që tashmë Kosova trajtohet si interes strategjik amerikan dhe me prioritet absolut çështjen e Kosovës në Ballkan, por mbi të gjitha edhe në raport me Serbinë? Atëherë veçanërisht nga normalisht është debatuar goxha shumë edhe në mediat serbe, po veçanërisht nga presidenti serb Aleksandar Vučić, sikur edhe nga ministri i punëve të jashtme Marko Xhirić ka pasur deklarime të ashpra pikërisht për këtë fakt, nga ana atyre duke pretenduar se forcimi i ushtrisë së Republikës së Kosovës në këtë rast forcës së sigurisë së Kosovës, po dhe bashkëpunimi i tyre drejt për drejt me forcat, le të themi me forcat e ushtrisë amerikane atje, sipas tyre është destabilizues për rajonin e veçanërisht për Serbinë, duke u ndërlidhur në konventat në atë rezolutën 244 që Serbia ende vazhdon ta besojë se funksionon në Kosovë, që rrjedhimisht mbase në disa pozita dhe është aktuale në Kosovë. Por reagimet ka qenë të ashpra më shumë nga presidenti Vučić, i cili, siç edhe Kosova ka potencuar se armatosja ose fuqizimi i forcës së sigurisë së Kosovës është rrezik për rajonin, derisa ministri Xhurić i jashtëm ka pretenduar të balancojë në një farë mënyrë situatën, duke kërkuar nga shtetet, le të themi, të Bashkimit Evropian që të reagojnë për shkak të bashkëpunimit të forcave të ushtarake të Kosovës, në këtë rast me ato amerikane, por edhe me armatosjen që po e bën Kosova vitet e fundit nga marrëveshjet që ka edhe me Turqinë, por edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në veçanti ka pas reagime të ashpra edhe për trajnimet që ushtarët e Kosovës, pjesëtarët e trupave të forcës së sigurisë së Kosovës, që nga viti 2011 dihet se i bëjnë në veçanërisht në shtetin e Ajovës, po edhe në shtete tjera të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prandaj për Serbinë, fuqizimi ose bashkëpunimi i Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës shihet si cenim i sigurisë në rajon, gjë që është e pavërtetë, ndaj edhe reagimet, unë personalisht reagimet edhe të presidentit Vučić, po edhe të krerëve të tjerë politikë atje, i shoh më shumë si retorik për politikë brendshme, se sa që janë, le të themi, të reale në raport me sigurinë në rajon. Por normalisht që Serbisë, ajo që më shumë t'i po i pengon, është se Kosova tashmë, siç e theksoi edhe parafolsi, më shumë po shihet si partner për të ruajtur sigurinë në rajon, se sa vend që dikur ishte destabilizues. Po flas për vitet e para 2 dekadave. Megjithatë, Valon, ishte dhe Mark Rutte për ta plotësuar gamën, i cili në takimin e fundit në një dalje publike deklaroi që i kemi kërkuar direkt presidentit Vučić dhe Republikës së Serbisë të zbardh Banjskën. Pra duket sikur goditjet tani nga perëndimi drejt presidentit Vučić janë intensive dhe shumë agresive, do thoja. Është e vërtetë, në fakt edhe sekretari kryesor i NATO-s i kërkoi sidomos për raportin e NATO-s, por që është përfolur kështu në, le të themi, në këto klikat e gazetarëve në Serbi, është përfolur që ka filluar në një farë mënyrë një aksion i heshtur që përflitet se sigurimi i ushtrisë serbe ka filluar në një farë mënyrë të hetoj ose të grumbulloj fakte ose le të themi argumente ndaj ish krye terroristëve, krye organizatorit të Banjskët Milan Radojčić dhe partnerëve të tij, e që së paku sot është ndërlidhur edhe me një fakt që ka ngjarë dje realisht mbrëm në Serbinë e komunën e Krushevcit, nëse nuk e gabojm, ku janë gjetur nga policia serbe diku tek 5 ton drogë të tipit kanabis, e që rrjedhimisht personit i cili i ka ruajtur ose në shtëpi ku janë gjetur, ka qenë një asamblesë quhet në Serbi, derisa ata ju quhen antar i Këshillit Bashkiak nga radhët e Partisë Përparimtare Serbe,
të komunës së Krushevcit. Kështu që në rrethet e gazetarëve flitet se presidenti Vučić, duke mos pas besim të disa organizate të caktuara, institucione të caktuara të sigurisë së shtetit serb, ka filluar një hetim ndaj grupit të Banjskës, rrjedhë me zgat vetë Milan Radojić, por me organet e sigurisë të ushtrisë serbe që në Serbi njënë si më të besueshme ndaj presidentit Vučić. Por gjithë këto janë, le të theme, që fliten në rrethin e gazetarëve në Serbi, sepse ende nuk është se ka pas ndonjë hap, por që unë megjithatë mendoj që më shumë se sa le të themi kërkesa e Kosovës është që Milan Radojić të dorëzohet në Kosovë, gjë që unë nuk e besoj që një gjë e tillë do të ndodhë ndonjëherë, por që sipas kërkesave të ndërkombëtare, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë mendoj që Serbia do të detyrohet që vetë ta gjykojë gjithë grupin e Banjskës, realisht edhe vetë Milan Radojić, një gjë të tillë Serbia mund ta bëjë, nuk kam këto dyshime për shkak edhe faktit që dihet se ka pas kriminal më të madh se ai, siç ka qenë i njohuri Legia, Lemek, i cili tashmë ka vite që është në burgjet serbe. Prandaj, nëse Serbia do dhe detyrohet ndaj Bashkimit Evropian, NATO-s mund ta bëjë këtë. Shtetet e Bashkuara, normalisht duhet ta arrestoj. Po, Ilir, për ta mbyllur këtë pjesë të bisedës, e ndërsa Kosova trajtohet si interes strategjik amerikan, për Serbinë, ky akt e trajton si shtet për të monitoruar, sepse lidhjet e saj, si që përmendi dhe profesori, me Rusin dhe Kinën, refuzimi i sanksioneve ndaj Rusis dhe Banjskës